Historia e profetit Shuaib a.s. Dietarët kanë mendime të ndryshme nëse Shuaibi a.s. u dërgua para Junusit a.s. apo pas tij. Shuaibi a.s. ishte profet arab dhe ishte biri i Medjenit, birit të Medjanit, birit të Ibrahimit a.s. Kështu ai është nga pasardhësit e profetit Ibrahim a.s. Ai lindi dhe u rit në fisin Medjen dhe në fshatin Medjen. Fshati i tij Medjen ndodhej pranë qytetit me anë në afërsi me liçenin e Lutit, ku ishte ndëshkuar populli i Lutit a.s. Ky liçen ishte formuar pasi Zoti e ndëshkoi popullin e Sedomit. Kur Gjibrili a.s. e ngriti lart vendbanimin e tyre dhe e përmbysi, nga forca e madhe e përplasjes, aty u formua një grop gjigande dhe më pas u mbush me ujë duke formuar një liçen që njihej si liçeni i Lutit a.s. Populli i Shuaibit a.s. ishte popull jo besimtar dhe kriminal. Ata adhuronin idhujt dhe pleçkitnin udhëtarët. Ata kishin ngritur dogana në rrugë dhe kushdo që kalonte duhej t'u paguante 1/10 e pasurisë. Nëse dikush refuzonte, ja merrnin forcërisht. Populli i Shuaibit a.s. merreshin me tregti, por mashtronin dhe bënin me hile. Të gjithë profetët, përveç përmbushjes së mesazhit hyjnor për të ftuar njerëzit në adhurimin e një Zotit vetëm, kishin edhe rol edukativ, moral, social, politik, ekonomik e tjerë. Kështu, profeti Musa a.s. u përball me tiraninë dhe dhunën e faraonit, i cili shtypte padrejtësisht Benu Izraelit. Profeti Lut a.s. luftoi me një çështje morale dhe sociale, kurse profet Shuaibi a.s. do të luftojë për një çështje ekonomike. Feja nuk është vetëm adhurim, rite dhe besim me zemër. Ajo përfshin dhe jetën e përditshme dhe i lufton fenomenet negative që përhapen. Përveç se bënin hile në shitblerje, populli i Shuaibit a.s. ishin edhe idhujtar, pasi adhuronin një pemë e cila quhej Ejke. Për këtë, ky popull njihet me emrin njerëzit e Ejkes dhe përmenden dhe në Kuran, por edhe banorët e Ejkes ishin keqbërës. Edhe banorët e Ejketit i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Në fakt, ata përgënjeshtruan Shuaibin a.s. por të përgënjeshtrosh një profet, ke përgënjeshtruar të gjithë profetët. Kjo, pasi thirrja dhe mesazhi i tyre ishte një i vetëm, besimi dhe adhurimi i një Zoti të vetëm. Shuaibi a.s. u fliste njerëzve rreth Zotit dhe i ftonte ata të besojnë dhe të adhurojnë atë. Popullit të Medjenit, ne i dërguam vëllain e tyre, Shuaibin, i cili u tha: O populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër përveç tij. Me të vërtet, ju ka ardhur prove qartë nga Zoti juaj. Të gjithë profetët pajiseshin me mrekullitë caktuara, të cilat nuk mund të bëheshin nga njerëzit e thjeshtë, si ringjallje të vdekurit, shkop që shndrojnë ngjarje për e tjerë. Mrekullitë e pranuara në fe u ndodhnin vetëm njerëzve të ndershëm dhe të mirë si profetët. Këto mrekulli ndodhnin me kërkesën e profetëve si sfidë ndaj popujve të tyre. Prandaj matni edhe peshoni sakt. Mos bëni hile në peshore dhe mos i mashtroni blerësit. Mos u hani hakun njerëzve dhe mos bëni ngatresa në tokë, pasi t'jetë vënë rregull në të. Kjo është më mirë për ju nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në çdo rrugë, duke friksuar dhe penguar nga rruga e Allahut ata që besojnë tek ai
dhe duke kërkuar shtrëmbërimin e saj. Kujtoni atëherë kur ishit të pakt në numër, e ai ju shumoi. Numri i tyre ishte shumë i ulët fillimisht dhe Zoti i shtoi. Shikoni si përfundojnë nga trestarët. U kujtonte atë që i ndodhi popullit të Lutit a.s. Kurse në surën Hud, Salihu a.s. u thot veç të tjerave: unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem, ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu. Tek ai mbështetem dhe atij i detyrohem. Kurse ata i përgjigjeshin me mendjemadhësi dhe arrogancë, ata thanë: o Shuaib, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t'i lëmë ato që i kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam? Qenë ke një mend i butë dhe i drejti. Janë fjalë të cilat kanë jehon akoma në vendet dhe kohën ku jetojmë. A nuk kemi dëgjuar kush e di sa herë që njerëzit tanë të na thonë: e ç'na qenë ka kjo fe që përzihet në ekonominë dhe politikën e vendit? Një reagim i tillë e ka burimin tek populli jo besimtar i Shuaibit a.s. lidhur me fjalinë e fundit të ajetit: qenë ke një mend i butë dhe i drejt ti. Abdullah ibn Abbas i thot: e thanë për t'u tallur me Shuaibin. Kur konstatoi përqeshjet dhe talljet e tyre, Shuaibi a.s. filloi t'i paralajmëroi: o populli im, kundërshtimi ndaj meje let mos ju çojë kurse si që t'ju ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhut, ose popullit të Hudit, apo popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli i Lutit nuk është larg prej jush. Ndëshkimi i popullit të Lutit a.s. ishte i freskët në mendjet e tyre. Kërkoni falje nga Zoti juaj e kthehuni me pendim tek ai. Me të vërtetë, Zoti im është mëshirëplot dhe gjithë dashuri. Nëse një grup mes jush beson në mesazhin me të cilin jam dërguar, ndërsa grupi tjetër nuk beson, duroni derisa Allahu të gjykojë midis nesh. Ai është gjykatësi më i mirë. Edhe pse i paralajmëroi dhe u foli mbi pasojat e mosbesimit, ata nuk zunë mend. Madje i përgjigjeshin me cinizëm dhe tallje. Ata thanë: ti je vetëm një i magjepsur, ti je vetëm një vdekatar si ne. Në të vërtetë, ne mendojmë se ti je gënjeshtar. Andaj lësho mbi ne një copë nga qielli nëse thua të vërtetën. Tashmë fillojnë sfidat mes Shuaibit a.s. dhe popullit të tij. Është e njëjta metodë që kanë ndjekur edhe popujt e mparshëm me profetët e tyre. Paria arrogante e popullit të tij tha: o Shuaib, kthehuni në fen ton ose do t'ju dëbojmë nga qyteti ynë ty me gjithë ndjekësit e tu. Shuaibi tha: edhe pse urrejmë atë. Shuaibi a.s. e intensifikoi thirrjen dhe lutjen me qëllim që t'i shpëtojë nga dëshkimi. Por ata refuzonin sërish, madje nuk pranonin as ta dëgjojnë më. Kur Shuaibi a.s. i fliste dikujt për fen, ai e dëgjonte ish kujdesur. Në fund i thoshte që nuk kam kuptuar asgjë nga ato që më the, o Shuaib. Ai ja përsëriste sërish dhe përsëri e njëjta përgjigje. Thot Zoti në Kur'an lidhur me këtë: ata thanë: o Shuaib, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh. Sikur të mos ishte farefisi yt, do të kishim mbytur me gur. Ti nuk je i respektuar te ne. Ai i tha: o populli im, a mos vallë farefisi im për ju është më i respektuar se Allahu, të cilin po e anashkaloni? Me të vërtetë, Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bën ju. Si është e mundur që i friksojeni fisit tim dhe nuk i friksojeni Zotit? Pas kësaj, Shuaibi a.s. i sfidon dhe paralajmëron për herë të fundit njerëzit me fjalët: o populli im,
Bëni si të mundni, por edhe unë do të bëj. Ju shpejt do të mësoni se kë do të gjej dënimi që do të poshtroj dhe kush është gënjeshtar. Pritni dënimin, se edhe unë do të pres me ju. Mandej Shuaibi a.s. u lut me fjalët: O Zoti ynë, gjyko drejt midis nesh dhe popullit ton. Ti je gjykatësi më i mirë. Kjo ishte një lutje që Zoti t'i jep të fund atij populli kokfort dhe të pabindur. Pas kësaj lutje, filloi dënimi i Zotit mbi popullin e Medjenit. Nuk ishte vetëm një lloj dënimi, por disa llojesh. Me këtë, sikur Zoti kërkon të na tregojë mbi fuqinë e Tij absolute për gjithçka. Ne pam se si Zoti e shkatërroi popullin e Adit me anë të erës, kurse fisi Ad u shkatërrua nga një furtunë shungulluese e rrept, të cilën Allahu a dërgoi atyre 7 net dhe 8 ditë pa rreshtur. Atëherë mund t'i vëreje njerëzit të përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura, a shen ndonjë gjurmë të tyre. Kurse popullin e Shuaibit a.s. Zoti e shkatërroi me të kundërtën e erës. Dënimi filloi me ndaljen e erës, ku nuk lëvizte asgjë. Kjo gjendje vazhdoi për ditë të tëra. Ajri u paksua dhe mezi mbusheshin me frymë. Pas disa ditësh, njerëzit dallojnë një remota në fshatit tyre. Menjëherë burra, gra e fëmijë dolën dhe qëndruan në hijen e saj për t'u freskuar. Me të ulur, toka poshtë tyre filloi të lëkundej dhe të dridhej. Të gjithë ranë në gjunjë nga dridhjet. Mandej vjen Gjibrili a.s. dhe ulurin fort në vesh. Nga kjo, mbetën të gjithë të vdekur në vend. Ata vazhduan të mos e besojnë, prandaj i goditi dënimi i ditës së hijes. Një mend, ky ishte dënimi i një dite të madhe. Dënimi u erdhi sikur e kërkuan nga Shuaibi a.s. kur i thanë: lësho mbi ne një copë nga qielli. Por ata e përgënjeshtruan atë, prandaj i goditi një tërmet i tmerrshëm e si pasojë u gdhin në vendbanimin e tyre të vdekur e të gjunjëzuar. Kur erdhi urdhri ynë, ne e shpëtuam me mëshirën tonë Shuaibin dhe ata që i besuan atij, kurse mohuesit i kaploi një zë i tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm, thuajse nuk kishin jetuar kurrë aty. Qoftë larguar nga mëshira e Zotit populli i Medjenit, ashtu siç që larguar edhe fisi Themud. Shuaibi a.s. qëndroi diku larg popullit të tij, të cilin e kishte kapluar ndëshkimi, dhe me dhimbje tha: O populli im, unë ju solla shpalljet e Zotit tim e ju këshillova. Prandaj pse të hidhrohem për popullin e pafe? Pasi përfundoi dënimi, profeti Shuaib a.s. bashkë me besimtarët e tij u kthyen në vendbanimet e popullit të tij, të cilët nuk ishin shkatëruar. Ai jetoi në Medjen, ku njerëzit filluan ta popullojnë sërish. Shumica e tyre tashmë ishin besimtar. Jo besimtar ishin vetëm ata që u vendosen Medjen nga vendet përreth. Është pikërisht ky vend, Medjeni, vendi ku Musai a.s. qëndroi për disa vite.